Është Rama që ka ndryshuar Arian apo janë partnerët që kanë ndryshuar? Në raport me Ramën. Unë mendoj që logjika e gjërave, mbi ngarkesa me pushtet, niveli i lartë i korrupsionit. Por veprimi masiv që po ndërmerr SPAK-u dhe tashmë pa negociat. Se unë kam shprehur këtu shpeshherë shqetësimin tim që një nga problemet që unë shikoja tek SPAK-u dhe tek drejtësia e re më përpara ka qenë kjo që unë ndjeja aromë, ndjeja shije, ndjeja fragrancë të një drejtësie të negociuar. Me regji, jo me regji, por të negociuar. Të negociuar në kuptimin që mua më bënte përshtypje shpeshherë kur arrestimet apo deklarimet për ndjekje penale bëheshin në kohë që nuk shqetësonin. Po, jepeshe dorëheqja fillimisht, pastaj. Pra nuk ndërhynin. Po, e vërtet, kjo është e vërtet. Nuk i frisnin timonierit në dorë. Tani më është pa negociuar. Kur ishte në timon, tani nuk ka më. Tani nuk po e pyesin më timonjerin, ore çfarë plani ke ti politik, ku do të shkosh? Tani duket që ata po i thonë jo. Ata. Kush ata? SPAK-u, drejtësia. Drejtësia. Prit se SBA-ja flet me SPAK. Jo, SBA-ja. Unë mendoj që kur flet SPAK-u, flet SBA-ja. Këtë nuk kuptoj njerëzit tu. Bërtasin ata që s'kan gjë në dorë. Po SBA-ja nuk ka nevojë të bërtas, nuk ka nevojë të flas. Ku flet SPAK-u, flet SBA-ja dhe po them që Rama në momentin që ka përfunduar tek loja e boksit me SPAK-un, ai fitova raundin numër 1. Ju vendosa ndalu bek se ka hendeka, se këtë thaj. Po. Nuk mund t'i lejojmë ata që të na shkelin dhe të na përçmojnë dhe përdhosin dignitetin ton parlamentar, që nuk ekziston si koncept. Shumica, digniteti parlamentar nuk ekziston si koncept përballë drejtësisë. Digniteti është i individit. Dhe një individ e revendos gjithmonë dignitetin e tij personalisht, individualisht, pa imunitet, pa shumicë, pa logjik shumice. Nuk ekziston në asnjë vend botës, prandaj po të them që Rama dhe në terminologji është i tejkaluar me perëndimin tani. Duhet t'i shpjegoj këto gjëra në takime bilaterale, multilaterale, në takime të mbyllura, se tani acari ka filluar gradual. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk flasin, nuk kanë nevojë të flasin. Dhe do ta shohësh që kur SPAK-u të riçoj kërkesën. E di ku e quaj si do ta riçoj prap kërkesën SPAK-u? Po nëse SPAK-u të riqet nga kjo betejë, atë ka marrë fund, atë nuk flasim më. Atëherë Edi Rama duhet shpallet lider suprem, jo lider global. Është i pa lëvizshëm 350 vjet. Pra SPAK do ta riçoj. Po nuk ka logjik. Atë perëndimi duhet të deklarojë kapitullimin në Shqipëri. Nëse perëndimi ka vendosur të deklarojë kapitullimin, atëherë është e kot të flasim, këtu nuk ka më vlerë asnjë lloj analize. Jo, po kjo është debati. A ka kapitulluar perëndimi përballë kësaj klase politike? Unë mendoj se në Ukrainë për shembull është ndryshe sepse Shqipëria me Ukrainën ndryshojnë edhe në vendosjen gjeografike. Jo, e kam fjalën e ideja e kapitullimit, se nuk e solla për analogji, po nuk është ai perëndimi që deri dje nuk i bëhesh fjala dysh. Jemi tek ai perëndimi që shpesh herë është i paunifikuar në qëndrime, shpesh herë tani më po bën është kalkulues dhe për llogaritës shumë i kujdesshëm. As mos e dysho fare që perëndimi është eklektik. As mos e dysho fare që perëndimi është në krizë. As mos e dysho fare që Habermasi ka të drejtë kur thotë që perëndimi është i përçar, është cop-cop. Por nga ana tjetër, një gjë është e sigurt, sikur familja më e shkalafitur të jetë familja perëndimore, kur bëhet fjalë që ti je tek oborri i shtëpisë tyre, duke trokitur për të hyrë në shtëpinë e tyre, ata nuk luajnë me rregullat. Mbase Rama ka vendosur ta kthejë timonin, mbase nuk është më kursi i integrimit top priority. Nëse ai ka gjetur një mënyrë për ta zhvendosur gjeografikisht Shqipërinë, edhe mund ta bëj. Por në këtë pozicionim gjeografik që na ka vendosur Zoti, nëse Rama ka fituar në aftësi, lider global
e kemi, mund të bëhet lider suprem, po nëse ka një fuqi që ai e zhvendos Shqipërinë gjeografikisht edhe mund ta bëj. Po integrimin e ka vënë rrezik, është pikë kritike, thoshte me ka patur ndonjëherë objektive integrimin. Unë kam thënë për zgjedhjet. Po nuk e ka patur ndonjëherë objektive. Ishte kali kryesor i betejës elektorale. Unë për vete diferencën time me Partinë Demokratike dhe me opozitën e kam pikërisht edhe tek kjo. Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pa diskutim që është interes strategjik madhor për ne shqiptarët, i pa diskutueshëm, por bashkë me Kosovën. Pra gjëja që është hallka kryesore që mungon këtu është që askush nuk po ngre zërin, alarmin, ore mos po paguajmë një çmim neve për integrim të shpejt, duke ndarë kombin për gjysmë, sepse e shkul flamurin kombëtar nga Prishtina dhe e çon në Bruksel, por kjo do të sjellë që ti nuk do të kesh më të njëjtën mundësi, të njëjtën hapësirë ligjore, kushtetuese që të kesh bashkëpunim tregtar, kulturor, arsimor, doganor me Kosovën si deri tani. Në qoftë se ti nuk do fusësh Kosovën të paktën si aneks në negociata, të paktën si aneks, se ndoshta nuk e kemi fuqinë që neve të imponojmë që Shqipëria hyn bashkë me Kosovën, ndoshta se kemi këtë fuqi, por të kërkosh aneks të paktën për një raport të posaçëm, se ka vende që ka negociuar. Se kjo është negociata. Ti kërkon që unë dua që në raportet tona me Kosovën neve të vazhdojmë një lloj. Një ndarje ligjore, faktike, çfarë ndikimi do të ketë drejt për drejt në Kosovë? Në Allgemeine Zeitung Rama ka kërkuar që Shqipëria dhe Serbia të... E tham pra, patjetër, sepse unë do të kisha pëlqyer shumë një artikull të përbashkët të Edi Ramës me Albin Kurtin. Po ai zgjedhjen e ka bërë me Vučićin. Unë do isha 1000% përshëndetës dhe mbështetës si një projekti shqiptar. Ku Rama dhe Kurti së bashku firmosin një dokument, një editorial, një strategji ku thonin që receta e shqiptarëve për paqen është kjo. Nuk na doni të ndryshojmë kufit. Na pranoni së bashku në BE. Pra, ajo që është thënë shpeshherë si një lloj mënyre për ta parë bashkimin e shqiptarëve nën flamurin e Bashkimit Evropian dhe nën kufit e Bashkimit Evropian. Unë prisja këtë gjë. Prandaj dhe unë e dyshoj, kështu që opozita, thirrja që kam unë për Partinë Demokratike është i bashkohet ti zërit tim, se deri tani ka mbetur i vetmuar. Unë dakord integrimi evropian, po me aneks Kosovën, se në Kosovë po investohet shumë për të krijuar atë thyrjen, ndarjen, coptimin, për t'i dhënë më shumë zë atij kombit kosovar. Kosovarizmi fiton zë nëpër media, ka filluar të lëvrojë kudo. Tek rinia në Kosovë ka gjithnjë më tepër një lloj prirje për me pasi moderne të qenurit kosovar, jo shqiptar. Për me e theksu, madje ka një lloj prirje që Shqipëria shihet si ata, nuk shihet më si ne. Mjafton të dëgjosh emisionet televizive në Kosovë, mjafton të dëgjosh ligjërimin, të lexosh artikujt, dhe ti e sheh që gjithë më tepër po merr formë ide një shkëputjet ngadalë, një Kosovë izoluar, se edhe ekonomikisht Kosova nuk mbijeton dot nëse Shqipëria do jetoj një periudhë të paktën 10 vjeçare nën legjislacionin evropian, ku vendimet nuk i merr më Tirana, po i merr Brukseli, për çdo raport, për çdo marrëveshje dypalshe, për marrëveshje tregtare, arsimore, akademike, çfarë duash ti, do të marrë Brukseli, nuk jetë më Tirana.